Dy gjyqtarë federal kanë marrë vendimin që disa agjenci qeveritare të rikthejnë menjëherë punonësit e pushuar, pasi procedurat e shkarkimeve masive nuk ishin në përputhje me ligjin. Gjykatësit theksojnë se zyra e menaxhimit të personelit nuk kishte autoritetin për të urdhëruar pushime masive dhe kërkojnë që departamentet kyçe përfshirë çështjet e veteranëve, bujqësinë, mbrojtjen, energjinë e brendshme dhe thesarin të ndërmarrin masa të menjëhershme për rikthim. Në një kontekst politik dhe administrativ të tensionuar, vendimi gjyqësor reflekton një reagim të fortë ndaj praktikave që anashkalojnë procedurat ligjore. Ekspertët e drejtësisë dhe organizatat sindikale shohin këtë hap si një moment kritik për mbrojtjen e të drejtave të punonjësve dhe një kujtesë se çdo masë administrative duhet të respektojë kornizat ligjore të vendosura. Reagimet fillestare nga organizatat e punës dhe sindikatat kanë qenë pozitive, duke vlerësuar vendimin për përmirësimin e drejtësisë në sektorin publik. Ndërkohë, administrata Trump mbështeti më parë shkarkimet masive, duke argumentuar se ato ishin të domosdoshme për të adresuar performancën e dobët dhe për të ristrukturuar fuqinë punëtore federale, duke nënvizuar se ky vendim do të ndikojë në planet e ardhshme administrative.